Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria. Sonte do të trajtojmë temë sociale lidhur me rolin e psikologut në shoqëri, ku kemi të ftuar Rran Kastratën, psikolog. Përshëndetje zoti Kastrati, faleminderit që zgjatet ku të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit për ftesën dhe shpresojmë që do të trajtojmë temë ekskluzive, konkrete që do të kontribuojnë për audiencën dhe shikuesit tuaj. Cili është roli i psikologut në një shoqëri perëndimore, ta marrëm në fillim? Roli i psikologut në shoqëri është shumë i nevojshëm, madje mund ta konsideroja edhe prioritar, sepse njerëzit ndjejnë nevojën të përfitojnë nga shërbimet psikologjike, psikosociale, psikoemocionale, të ndjekin sipas nevojave, vlerësimit të nevojave të tyre, terapitë e zhvilluara terapitë të cilat kanë një qasje aplikative brenda standardeve shkencore, edhe sigurisht që të rrëfesh një shqetësim apo të ndash një problem në mirëbesim të plotë dhe në konfidencialitet mes psikologut dhe klientit në këtë relacion terapeutik, kjo e bën shumë më të eksplorueshme ndjenjen e tjetrit, pra ndjenjen e klientit, emocionet e tija, përjetimet të cilat i ka kaluar apo përjetimet të cilat sfidohet dhe janë një shumëllojshmëri risqesh që e cenojnë shëndetin mendor, dhe ne e dim që pas periudhës pandemike me sa telashe, halle, probleme jo vetëm socioekonomike, por edhe më gjërë jemi përballur dhe po përballojmë ditë për ditë. E tani, aq më tepër akoma ku psikologu është i gatshëm të ofrojë shërbimet e tija referua standardeve dhe kualifikimeve që kanë psikologët. Si ndryshon ky rol, varësisht nga kontekste të ndryshme? Në varësi të konteksteve të ndryshme, roli i psikologut ndryshon, sepse psikologjia ndahet në disiplina e drejtime. Sigurisht që kemi psikolog këshillues, psikolog që kanë qasje psikoterapeutike, psikolog klinicist që ndjekin hallkat zinxhiror të procedurave dhe vlerësimeve klinike për të diagnostifikuar problemet e natyrës mendore, dhe kemi psikolog organizative social që ofrojnë shërbime psikologjike për të përmirësuar natyrën emocionale dhe koezionin apo harmonin brenda grupeve në institucione, në kompani, në fabrika, aty ku prodhohen produktet, aty ku punojësit kanë më shumë sfida me stresor të natyrës ambientale, pra me stresorët ambiental, dhe kemi psikolog të cilët mund të jenë më të avancuar, që kanë një qasje psikodinamike, psikanalitike, ta themi kështu, dhe kemi psikolog që sigurisht që përveç se këshillojnë, bashkëpunojnë dhe ofrojnë trajnime ndërgjegjësuese për opinionin e për njerëzit të cilët kanë nevojë të mirë informohen për rolin kryesor të psikologut në shoqëri. Si mundën të kontribuojnë psikologët në përmirësimin e shëndetit mendor të individit dhe në përgjithësi të shoqërisë? A jemi ne si vend në hapat fillestar, apo ka filluar kjo të ketë një zhvillim normal sikurse në gjitha vendet e tjera? Ne mendoj që po i kalojmë fazat apo hapat fillestar të faktorizimit dhe funksionalitetit të rolit të psikologut në shoqëri, dhe kjo ka ndodhur vetëse që në fazat e para, fazat e hershme të periudhës së pandemisë, unë kam qenë njëri për atyre që vullnetarisht kam shprehur gatishmërinë time që të bashkëpunoj me aktorët relevantë institucional, të bashkëpunoj me komunën e Prizrenit, të organizojmë grupe punuese për këshillim psikologjik nga linja telefonike në kohët të pandemisë, dhe aty kemi parë, madje kemi të gjetura se interesimi ka qenë
jashtëzakonisht i madh dhe njerëzit kanë filluar ta sfidojnë stigmën dhe sigurisht tabun. Kur them tabun, idenë se të shkosh te psikologu mund të jesh anormal, absolutisht jo. Te psikologu nuk shkojnë vetëm njerëz që kanë shqetësime, por njerëz që duhet të sigurohen, të kuptojnë që si po ndjehen, çfarë duhet të përmirësojnë në kualitetin e jetës së tyre, në ritmin ditor të jetës së cilën e kalojnë. Dhe kjo është një domosdoshmëri për gjithë secilin nga ne. Çfarë sfidash kanë psikologët në shoqëri dhe si mund të kalohen për të pasur një ndikim më të madh, sepse ne si shoqëri tranzitore duket që ende nuk kemi arritur në atë pikën që të thirrëm psikologun në telefon edhe kemi nevojë për psikolog. Ndoshta duhet shumë shtytje të ketë shumë procedura, po e kuptoj këtë. Në të dyja perspektivat edhe në perspektivën institucionale dhe atë private, unë mendoj që rrethanshmëritë dallojnë, sfidat dallojnë. Pse e them këtë? Sepse nëse një person ndjek procedurat institucionale, fillimisht këshillohet apo përfiton shërbime nga qendra për punë sociale, nga punonjësi social, dhe ndërkohë punonjësi social në varësi të vlerësimit të përgjithshëm të anamnezës sociale apo raporti social, identifikon problematika dhe shkaqe që i takojnë natyrës psikologjike, referon në rrugë procedurale rastin në qendrën e shëndetit mendor dhe shëndeti mendor në bazë të mekanizmave institucional, fillon trajtimin apo ofrimin e shërbimeve profesionale apo shërbime të specializuara psikiatrike, psikologjike për personat që ndjejnë nevojën e përfitimit nga këto shërbime. Ndërkohë, në perspektivën tjetër, sa e gjejnë veten te psikologët në rrugë private që të rrëfen përfitojnë shërbime, edhe kjo është domethënëse sepse ne sot hasim në vështirësi në botë kuptimin e gjerë të problemeve, sepse ka të atill raste ku psikologu identifikohet si një akter që trajton problemin, por nuk e shëron atë. Shikoni, termi shërim shpeshherë keq interpretohet nga publiku, sepse të shërosh një problem, kjo i bie të jesh magjistar. Tash po e them kështu hipotetikisht, sepse nuk i takoj këtyre rrymave, por të rehabilitosh problemin, të trajtosh problemin, të ndjekësh një kurrë psikoterapeutike brenda standardeve, duke respektuar paanshmërisht etikën profesionale, konfidencialitetin dhe besueshmërinë, ndjekjen e rrugë empatike me klientin, kjo e bën shumë produktive dhe rezultative rolin e psikologut në shoqëri dhe ofrimin e shërbimeve të specializuara e profesionale në relacion me klientin. Shoh në komente publike në rrjetet sociale nderuar ku thonë se a mund të shërohet ankthi, a mund të shërohet depresioni. Ja thash, të shërosh është një tjetër botë kuptim, por të rehabilitosh, të rifitosh, ne i themi reziliencën apo aftësinë e rikuperimit, të arrish progrese shumë domethënëse në ritmin tënd ditor, në ciklin ditor të përditshmërisë tënde dhe në sfidat e jetës tënde, kjo e bën rezultatin e qenurit psikolog në relacion me klient. Por kur dëgjoj se dua ta heq ankthin, ta shëroj atë, dua ta shëroj depresionin, nuk e heq dot ankthin, nuk e shëron ankthin. Di pse? Se në gjithë ne jemi me ankth. Pra, gjithë ne, kur themi jemi me ankth, kemi frekuenca dhe përjetime të ndryshme të niveleve të ankthit, ato të cilat ne i përjetojmë. E kuptoni? Por të heqësh ankthin, kjo i bie atëherë që nuk do të kesh frikë nga asgjë, do të rrezikosh në çdo gjë, mund të lëndosh, mund të jesh jo i mobilizuar, nuk do të kesh fare hipervigjilencë, në gjendje rreziku lufto ose hek, do të jesh totalisht i shkëputur. Atëherë kjo i bie se ti je pa ankth, ti je pa kuptim ekzistencial. Ankthi ne na bën të fuqishëm, të kalitur e të farkëtuar për të sfiduar me jetën tonë. Çfarë duhet të bëjmë ne si shoqëri, sepse a mjafton vetëm psikologët të sensibilizojnë për fushën e tyre, por si shoqëri që të ndryshojnë këto perceptime, që ende në shoqërinë tonë ka perceptime, ka mungesë vullneti për të shkuar te psikologu, ka mungesë në përgjithësi perceptime të ndryshme, paragjykime, stereotipe të ndryshme që nëse është diku në derë të psikologut, atëherë s'është në rregull që realisht është krejt në soza të normales. Çfarë duhet të bënë shoqëria, institucionet e vendit që të trajtohen
edhe të ketë një trajtim adekuat dhe të shëndosh. Unë mendoj që duhet të funksionalizohen tryezat multidisciplinare dhe të iniciojnë aktivitete sensibilizuese e ndërgjegjësuese për ta vënë në theks rolin e psikologut në shoqëri, jo atë duke dominuar si rol, pra e kam fjalën vetëm psikologu dhe asnjë akter tjetër. Jo. Psikologu bashkëpunon me akter tjerë institucional në ato hallka zinxhiror ku në qoftë se një klient ka probleme të shpeshta apo persistente të simptomeve të tija, sfidohet me një frekuencë të lartë të problemeve dhe shqetësimeve të cilat atakohet, supozoj, me probleme të një çrregullimi depresiv psikotik, ta zëm shembull, sigurisht që psikologu bashkëpunon me psikiatrin për të kombinuar terapitë medikale dhe ato psikoterapeutike. Bashkëpunon edhe me punojësin social, sepse punojësi social për një vlerësim të përgjithshëm të rrethanshmërive ekzistenciale të familjes, nevojave sociale të tyre dhe shpeshherë edhe krizave familjare komunitare. Dhe imagjinoni, jo vetëm psikologu, por edhe punojësi social, se sa i rëndësishëm është në shoqërinë tonë. Nuk është anormale nëse shet dikë se po futet në zyrën apo ordinancën një psikologu dhe po përfiton shërbime. Ky perceptim është jo vetëm stigmatik, por është i keq interpretuar, sepse kur përmendet psikika apo kam probleme me ankthin, ndëgjoj njerëz të tjerë. Më herë, se tani nuk shoh shpesh probleme apo spekulime të tilla, shikoj se ti si e mirë diçka. Kjo është absurde. Po mirë, në qoftë se shet dikë që ka shkuar fshehurazi, po e sheti, ka shkuar fshehurazi dhe po viziton një person që mirret me këto besytni dhe magjira iluzionare, a është personi që i ofron këto shërbime anormale apo ka probleme tjera? A e kuptoni? Ne si shoqëri po ndryshojmë, unë jam optimist në këtë drejtim dhe jo vetëm optimist, por progreset po shihen qartë. Ne ju e thatë shumë bukur. Jemi pjesë e një tranzicioni sociopolitik, megjithatë për një kohë të shkurtër shiko se sa të arritura institucionale shoqërore kemi. A duhet të jetë roli psikologut më i madh në shkolla, të themi të jemi konkret dhe sinqer që tani në për shkolla ka psikolog, po a duhet të jetë numri më i madh, trajtimi më i madh i çështjeve, rasteve për të trajtuar në mjediset e tjera shoqërore, në institucione të ndryshme, në vendet të punës dhe cili do të jetë efekti apo ndikimi i një psikologu apo disa psikologëve në për institucione. Domosdoshmërisht dhe kjo gjë tashmë dihet që roli psikologut në akterët institucionale dhe në institucionet shkollore, arsimore, ato pedagogjike është shumë i nevojshëm dhe ne si shoqëri, si shtet të cilin e ndjekim një rend kushtetues dhe respektojmë parimet demokratike, i kemi ligjet në fuqi, ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, po ashtu ligjet dhe udhëzuesit administrativ në institucionet shkollore arsimore. Ju e keni parasysh që shkollat kanë me patjetër nevojë për prezencën, kontributin dhe shërbimet e një psikologu shkollor të avancuar, me një ekspertizë të zgjeruar, jo vetëm një urish, po përvojash e praktikash të cilat do t'i sjellin produktivitet dhe rezultate frytdhënëse institucionit shkollor, sepse nxënësit sot përballen me problemet e natyrës bulliste, keq trajtohen në disa raste, viktimizohen, ngacmohen, rrezikohen, mund të shisin problemet apo fenomenet atyre dukurive negative të bërtërimit të substancave psikotrope analoge, e këto probleme mund të thëllohen akoma më shumë në qoftë se në shkollat tona nuk inkuadrohen apo nuk shumë fishohen psikologët shkollor, pedagogët, madje edhe sociologët, pedagogët e specializuar apo pedagogët special dhe sigurisht funksionalizimi i trefishuar i trinomit prind, fëmijë dhe mësimdhënës. Cili do të ishte efekti në për institucione shkollore, edukative, arsimore,
i psikologut, dhe cila do të ishte puna që duhet të kryen, sepse shpeshherë ndodh që të kemi emrime, ndodh që të mushëm proces verbale, të mushëm raporte, por realisht ku duhet të jetë ai ndikimi tek nxënësi i një psikologu, çfarë duhet të trajtoj brenda një shkolle, dhe sa do të mund të arrijnë qëllimit. I përmendë raste të ndryshme që mund të trajtohen. Efekti do të ishte superlativ. Dhe pse them këtë, në qoftë se do të bashkërendoheshin qëllimet tona, prioritetet tona, misioni ynë për t'i kontribuar shoqërisë në ringritjen dhe fuqizimin e kapaciteteve funksionale e institucionale, ne sot nuk do të ballafaqoheshim apo sfidoheshim me problemeve të tilla të cilat kanë të bëjnë me këto që i shohim, bullizimin, substancat, keq trajtimin, ngacmimet seksuale, abuzimet seksuale. Dhe ndërkohë, që t'i vëmë theks këtij diskutimi, psikologu shkollor jo vetëm që është i domosdoshëm, por nuk bashkëpunon vetëm me shkollën, drejtorin e shkollës, sekretariumin ose mësimdhënësit, por e me aktorë të tjerë institucional, qendrat për punë sociale, qendrën e shëndetit mendor, policin, gjyqësin, prokurorin, ndjek hallkat e zgjeruar të këtyre shërbimeve dhe procedurave, ndërkohë bashkëpunon me punojësin social, dhe sot ne këto i kemi, ta themi kështu, të coptuara. Kur them të coptuara, nuk i vë faj psikologëve shkollorë ose institucione shkollore, por akoma jemi të fuzionuar, duke sikur jemi të grumbulluar, i kemi librat e shpërndara, ta themi me një shembull, në tokë, dhe çfarë na duhet si shoqëri këto libra ti sistemojmë, ti rëndisim në këto relacione, pra në sistemimin e gjithëpërfshirshëm të shoqërisë. Ta themi kështu hapur, si shoqëria kemi probleme të kësaj natyre, pra probleme difuzive të bashkërëndimit të qëllimeve dhe misioneve tona, po, duke sigur jemi të shpërndar, pastaj nuk kemi shumë edhe emisione kualitative që ndihmojnë popullin apo njerëzit të ndërgjegjësohen për rolin e psikologut në shoqëri. Sot kemi të atill që kur përjetojnë dhunë në familje ose kalojnë faza të vështira socioekonomike, ka të atilla familje, më besoni, që nuk janë në dijeni se si janë procedura, çfarë hallkash institucional duhet ndjekin, çfarë kërkesash duhet të përpilohen, kujt i drejtohen, cilave institucione të kontaktojnë, të marrin shërbime me të cilat ju takon me ligj. A e kupton, ju takon me ligj. Shoh njerëz, veçanërisht gjatë fazave të pandemisë kam parë, kur janë shpërndar këto me e-Kosovën, këto shërbime ndihmesa nga qeveritë. Njerëzit nuk kanë qenë fare në dijeni si ndjeken në procedurë, dhe këtë nuk e them me ironi, se mund të jenë ose të parsimuar ose të pazhvilluar, por thjesht ne duhet jemi për njëri tjetrin, në qoftë se nuk jemi për njëri tjetrin, atë çfarë ndodh me ne? Humbasim në mjegullira pafund. Cilat janë përfitimet e individit apo në përgjithësi të shoqërisë nga ndihma e psikologut, në mbështetja e psikologut në trajtimin e stresit, ankthit e të tjera? Një shoqëri me më pak stres, sigurisht që në stresin nuk mund ta heqim, nëse heqim stresin në tërësi, atëherë kjo i bie që po jetojmë në një lumturi kështu të pakuptimt dhe mund të përballojmë me ankthin ekzistencial. Efektet mund të jenë jo vetëm pozitive, por edhe të kultivueshme. Kur them të kultivueshme, ne si shoqëri arrim e kalojmë atje pragun e qenurit optimist dhe shpërndajmë e rezatojmë energji pozitive me njëri tjetrin, sepse ndjekim shërbime, ndjekim këshilla e udhëzime profesionale, bashkëpunojmë me psikologun duke e referuar rastin që njohim apo që shohim tek psikologët apo ekspertët e kësaj fushë dhe arrim të fuqizojmë atë që thash pak më parë, funksionalizimin e psikologut në shoqëri në të gjitha dimenzionet. Pra, psikologu, edhe njerë po e përsëris 2 herë, është pozicioni më i rëndësishëm në shoqëri, sepse njerëzit kur rrëfen hallet, vetëm gjysmën e problemit ta dini se e kanë zgjidhur. Si ndihmon psikologu në vetëdijsimin e shoqërisë, në vetëdijsimin e individit që të kujdeset për shëndetin mendor qytetari dhe rëndësinë e tij, sepse shpesh herë ndoshta mirë më me çështjet e dytësore, tretësore e
lëm anash kujdesin e shëndetit mendor. Patjetër. Mendja udhëheq trupin. Dhe mendja është shumë e rëndësishme, ndahet në shumë funksione dhe si rezultat i këtyre funksioneve të mendjes ne duhet ta dimë një gjë. Në qoftë se me shëndet mendor jemi mirë, gjysmën e telasheve dhe problemeve në jetë mund t'i zgjidhim. Gjysmën tjetër i vëmë theksin bashkëpunimit që mund të kemi me njëri tjetrin, me familjarët tanë, me shoqërinë dhe me perspektivën tonë jetësore. Pra, kjo është rëndësia e psikologut. Në anën tjetër, ta dini, ne vim nga një tranzicion, pra nga pas lufta dhe sfidohemi me probleme të natyrës post-traumatike. Dhe sigurisht si shoqëri asim dhe sfidohemi me probleme e natyrës bulliste. E kemi duket sigur si prirje, jo të gjithë, disa nga ne, që mund të etiketojmë, paragjykojmë, apo ti veshim tipare personave tjerë. Dhe kjo pse ndodh për shkak të indokrinimit. Pra ne shqiptarët jemi të besës, edhe jemi autokton. Tani dua edhe të flas me entuziazëm patriotik, e dinim se jemi duket të ndikuar nga këto indokrinime dhe mentalitetet kulturore të shteteve tjera, dhe kjo neve na bën sensibël ndaj problemeve sociokulturore. Pra, a është më shëndetshme të ndjekësh një serial turk ose latin, apo të lexosh një libër ose të komunikosh me ChatGPT-n për rrisit dhe gjërat produktive tjetës? Ma thoni. Rën, shpesher neve në shkon mendja kjo, edhe e pëlqejmë në atë kuptimin e rrëfimit, narracionit, po ja që nuk kemi motiv që të marrëm një hap edhe të orientohem aty. Po, ju e keni fjalën si stimulohet një person kur nuk ka motiv fare. Ata personat të cilët po. Në përgjithësi ndoshta si shoqëri, po nuk e pranojmë një fakt të tillë. Si të motivohet, si të gjen shtytje, kuraja që duhet të kërkon një psikolog, sepse është në të mirën e shëndetit mendor të tij, në të mirën e shoqërisë dhe në përgjithësi. Po, patjetër. Janë një sër formash dhe qasjesh që mund ta stimulojnë personi që të ndjek apo të përfitoj shërbime psikologjike. Këtu mund të kontribuoj familja, empatia e familjes, në veçati, jo vetëm thjesht familja. Kur them empatia e familjes, në qoftë se flasim për adoleshentët. Adoleshentët shpeshherë ndoshta refuzojnë rrëfimin, mbështetjen ose ndjekjen e seancave terapeutike, dhe sigurisht që nëna, babai, të afërmit mund ta ofrojnë një përkrahje psikoemocionale për adoleshentin, sepse adoleshenti shpeshherë jetë edhe i rebeluar, sepse kërkon gjatë gjithë kohës autonomi edhe sfidohet me krizat e identitetit, dhe ne çfarë bëjmë? Përmes formave të komunikimit si antar të familjes, empatisë që shfaqim, mund ta stimulojmë personin që të ndjek këto seanca terapeutike. Por nëse i mungon motivimi, atëherë këtu problemi është diku tjetër, sepse personi mund të jetë thellësisht i zhgënyer, i izoluar, ka gjasa që tjetë i keqtrajtuar, ta zëmi kështu hipotetikisht, apo i abuzuar, dhe sigurisht që duhet që punojësit social, qendrat sociale të vijojnë me procedurat përkatëse për t'i ofruar familjes siguri, ne njëkohësisht edhe mirëqenie të përgjithshme sociale, ashtu siç e thash, për të vlerësuar në tërësi nevojat sociale të familjes dhe problemeve të cilat mund të atakohen. Çfarë mund të bëjnë psikologët për të forcuar marrëdhëniet ndërpersonale dhe të ndihmojnë në reduktimin e konflikteve në shoqëri? Për përmirësimin e marrëdhënieve ndërpersonale, pra marrëdhënie me tjetrin, relacione me tjetrin, është e domosdoshme që këtu të kontribuojnë psikologët social, sepse psikologët social realizojnë një sër eksperimentesh e studimesh për të parë nga afër shoqërinë me çfarë problemesh ndeshet. Dhe kur ne identifikojmë problemin e shpesht në shoqëri, supozojmë ta marrim shembull problemin e lëmoshkërkimit ose problemeve socioekonomike, që nga këto probleme socioekonomike derivojnë pastaj një sër problemesh tjera sociale psikologjike, psikologët social ndihmojnë personat të krijojnë një marrëdhënie ndërpersonale apo të shëndetshme me të tjerët, duke e fuqizuar kohezionin apo harmoninë
grupore, ndërkolegiale, institucionale e shoqërore, duke e trajtuar tjetrin në mënyrë të barabartë, duke i vënë theks meritokracisë, drejtësisë në shoqëri, e jo duke abuzuar me tjetrin në qoftë se ka vlera dhe lufton antivlerën, dhe nuk mund të bëhet pjesë e një institucioni, vetëm pse është i vleshëm dhe rrezikon antivlerën dhe antivlera lufton vlerën, ne si shoqëri vetëm zhytemi në problemet më të thella të krizave institucionale e shoqërore. E rregullimi i këtyre marrëdhënieve ndërpersonale përmirëson ndukshëm atmosferën kolektive të shoqërisë. Pra unë këtë diskutoj vazhdimisht. Edhe mendoj që duhet me patjetër të inicoj hulumtime, të themeloj në fakt një organizat që do të mund të ngriste këto çështje thelbësore për shoqërinë. Sot pra, imagjinoni, vlera rrezikohet nga antivlera, vetëm pse nga pasiguria e antivlerës. Antivlera ndihet e pasigurt kur ka përballë vlerën shoqërore dhe çfarë bën? Është gjithmonë një hap para vlerës. Pse? Sepse manipulon, shtyp meritokracinë, fuqizon nepotizmin e klientelizmin, duke shpërbërë pastaj ndjenjen më të virtyshme fisnikërore të shoqërisë për të pasur një jetë të dinjiteshme, të pasur me vlera shoqërore të kultivueshme produktive. Shpeshherë individi ose qytetari, persone, kur ka ngarkesa, kur ka stres, kur ka ankth, kur ka shqetësime, mundohet të hudh fajin, ta themi, dikujt tjetër. Sa është e rëndësishme kjo, trajtimi dhe menaxhimi i këtyre emocioneve që ka individi, sepse në një formë nuk e pranon asnjëri që ka shqetësim, por realisht shpërfaqen nga veprimet, sjelljet e tij që i bën. Në fakt, këto raste kanë të bëjnë me projekcionin. Në qoftë se personi do të fsheh ose nuk do të identifikohet se ka probleme të shëndetit mendor apo probleme të natyrës socio-emocionale ose psiko-emocionale, fajson tjetrin për të bëmat apo ndjesi dhe eksperiencat e tija. Dhe kjo ka të bëjë edhe me mekanizmin e zhvendosjes. Pra, zhvendos shqetësimin e tij diku tjetër, duke justifikuar veten, situatën e tij, ndoshta edhe papërgjegjësinë e tij, neglizhencën e tij, përtacinë e tij, dhe kjo mund ta fusë në kurth personin shumë më shumë, sepse të fajsosh tjetrin duke akuzuar pa bërë gjë, atëherë kjo i bie se ti je në gjendje ta bësh vetë. Apo jo, se këtë e ka thënë edhe Kanti. Kështu që unë i këshilloj njerëzit nga mjediset e televizioneve tuaja që problemet të cilat i keni, ose rrëfeni me profesionistë shëndetit mendor, ose gjeni një rrugë apo një metodë të shëndetshme monologuese apo intrapersonale për t'i zgjidhur impulsionet dhe konfliktet që ndjen apo problemet e natyrës ambivalente, urrejtje dashuri, dashuri urrejtje, se shpeshherë ne edhe këtë e kemi përballë tjetrit, flasim mirë ose themi gjëra të bukura kur jemi përballë tjetrit, ja unë për shkak përballë te, mund të them resim, supozojmë, mos më keq kupto, mos e personalizo diskutimin, resim, je moderator i shkëlqyer, bë pyetje të mira e produktive, por në anën tjetër në brendsinë time unë ushqej mendime ambivalente dhe them çfarë pyetjesh, çfarë jo profesionalizmi që shfaq. Absolutisht që jo. Prandaj, kur jemi ne të dyzuar dhe nuk tregojmë real, shfaqim maskime, si njerëz me këto tipare, sigurisht që mund ta vështirësojmë jetën tonë. Mund të ndjejmë zgjidhje ndonse, zgjidhje iluzive, them, aty për aty. Po në anën tjetër vinë problemet, sa vinë shumë fishon, sikur ato kometa që godasin tokën, edhe pastaj janë të papërballueshme dhe nuk i rezistojmë dot apo jo. Edhe për fund jemi në një kohë dinamike të teknologjisë, në të cilën janë të shpërfaqura në rrjetet sociale pothuajse çdo qytetar, nga mosha rinore e deri tek aja më e shtyra. Cila është gjendja, mund të në syrin e psikologut, të një shoqërie që shihet në këto rrjetet sociale, komentet, postimet, gjendja në një forme shihet një pasqyrë e një shoqërie. Si e shihni këtë? Po, unë ndonjëherë kam bërë gabime në jetë dhe kam kuptuar që të bësh dallime në mënyrë të padrejtë ose
jo substanciale, mund ta vështirësosh komunikimin dhe pozicionin tënd në shoqëri dhe të tjerët mund të perceptojnë në mënyrë të shtrembruar dhe ku e vë theksin këtu tek Shqipëria dhe Kosova. Unë kam realizuar intervista televizive edhe për mediat shqiptare dhe kam marrë komente jo vetëm pozitive, por komente të mira, të strukturuara, vlerësuese. Ka pas edhe kritika, por kritika në qenë të qëndosha, jo me fyrje. Në anën tjetër jo unë, po edhe psikologët tjerë, edhe profesionistët të ndryshëm, gazetar, ju media, në qoftë se realizoni intervista, diskutoni për çështje të tilla, diskutative, trajtoni tema, vetëm shikoni komentet lidhur me vështrimin. Fyrje pafund. Kush je ti bre me fol bre, kuku bre hik bre se mu i shenjt Ramazanit, çka ki nevojë me fol për kësisene, po lena rata lile, mos na çaj trapin, fyrje denigruese ndjes për shprehet. Pra komente vetëm fyse. Pra duket sikur neve na bezdis tjetri kur flet në emisione televizive ose trajton ose organizon tema frytdhënëse dhe dobipruese e çmendeshme dobishme për shoqërinë. Ndërkohë kur shohim personazhe të përfolura të publikut që vinë nga tjera botra, ta themi kështu simbolikisht, atëherë marrin interesim, marrin klikueshmëri, bëhen viral, nuk fyen e denigron, përkrahen, vetëm se tregojnë një rol edhe një karakter dramaturg, pa interesant. Ndërkohë ne që ofrojmë kontribut në shoqëri, unë tash nuk dua të flas në vetën e parë, por flasim shumës, ne hasim në këto vështirësi dhe pse ndodh kjo, nuk mund ta themi decisivisht se vuajmë nga një problem të një depresioni kolektiv shoqërisë, por duket sikur po na mungon energjia sinkronizuese apo atashuese me tjetrin. Ne i ndihmojmë njëri tjetrit, por na rrëmben një pasiguri duke u shmangur dhe duke besuar se mund të manipulohemi. Dhe kjo ndodh për faktin se vim edhe nga koha e luftës, jemi sfiduar me shumë probleme dhe sigurisht që edhe arsimimi është një komponent i rëndësishëm, edhe pasioni për lexim. Sot ChatGPT-n mendoj që po e përdorin, por jo për gjëra që janë rezultative dhe të fryshme. Të rijet reja ndonse në shkolla fillore të mesme, në qoftë se u kërkohet një detyrë për ta zgjidhur, një problem matematikor ose fizik e kimik, kërkojnë ndihmën e ChatGPT-s ose në gjuhën shqipe për të përpiluar një esej, kërkojnë ndihmën e ChatGPT-s ose marrin nga ChatGPT-ja copy paste dhe vendosin aty. Çfarë prisni pastaj? Ju e dini edhe një gjë. E pash për ironinë, më duk shumë çesharak një postim i një X portali në Amerikë ka filluar të zhduket roli psikologut në shoqëri. Për shkak se njerëzit po rrofejnë në ChatGPT. Jeni interesuar apo jo? E di pse ChatGPT-ja nga ne ushqehet. ChatGPT-ja nuk është entitet i pavarur, analitik, edhe që vepron me një vullnet të lirë, edhe me një metakognicion tru njerëzor që mund të zgjidhë probleme të thella të natyrës mendore e emocionale. ChatGPT-ja merr informacione nga ti. Ti e pyet ChatGPT-n dhe i thua në lidhje me këtë problem, ChatGPT-ja pa një Google, pa disa referenca, pa disa studime që i ka bërë njeriu, jo roboti, njeriu nuk mund të tregoj performancë ndihmuese. ChatGPT është platformë informative. Dhe sot shoh që roli psikologut mos zëvendësohet. Të gjitha ndoshta nga inteligjenca, gjitha rolet, ta themi kështu, me humor sarkazmik, mund të zëvendësohen për psikologu. E dim pse? Se psikologu ndan me ty disa teknika dhe terapi që kanë të bëjnë ekstra me ty. Nuk janë këto teknika terapi të generalizuara. ChatGPT-ja i generalizon gjërat. Ti mund të kesh një problem një hall, rrëfen në ChatGPT, ChatGPT-ja thot, për më shumë, në fund thot, për më shumë kontakto dhe informo me një specialist apo profesionist të shëndetit mendor. Dhe ChatGPT-ja e konfirmon. Në qoftë se ju e pyesni ChatGPT-n, ChatGPT-ja ka shkaktuar kriza dhe probleme në kufizimin e zhvillimit analitik tek nxënësit, ChatGPT-ja vetë kundërshton veten. E di pse kundërshton veten? Sepse ka informacione nga ti. ChatGPT-ja thot brenda ChatGPT-s që po ka studime të tilla që përdorimi i tepruar i ChatGPT-s redukton apo ngadalson zhvillimin e trurit.
Megjithatë, ishim tek pyetja që shtruam, ishim të si shihet në aspektin e psikologut gjuha, sepse shpesh herë shohim gjuhë të urrëties. Edhe urrëties. Gjuhë të urrëties. Toksike madje. Në ekstrem. Pse ndodhet kjo? Ndodhet në çdo shoqëri, cilat janë efektet apo pasojat. Unë nuk kam parë që supozojmë shikoni, unë kam njerëz që bashkëpunoj edhe në Finland, në Norvegji, në Suedi edhe vende tjera, pavarësisht që janë shtete që janë zhvilluar shumë më herët nga ne, po në rrjetet sociale ja futuni edhe ju, analizoni komente atje, shikoni se çfarë vlerësimesh bëhen dhe se si inkurajohet shoqëria. Po këtu ose do duhet të jesh pjesë e politikës që ndihmon apo plotëson interesat e një strukture të caktuar në mënyrë që të jesh i pozicionuar si i rëndësishëm, ose në anën tjetër duhet të bësh shumë luftë e forcë që të ruash pozicionin tënd, me atë që e thash, me vlerën tënde, në mënyrë që dalësh në sipërfaqe dhe ti tregosh njerëzve dhe shoqërisë se unë jam produktiv. Është një përpjekje shumë e madhe. Edhe keni të drejtë rësim në komentet fyese dhe denigruese në rrjetet sociale sa s'ka më, edhe nga profilet falso, ka plot pafund, sepse ka njerëz të atill që sot e nuasin frikën. Ju e pat me gazetar të ndryshëm. Të fyesh, të kërcënosh një gazetar, sigurisht që ai ndjek rrugët penale. Megjithatë janë qytetarë të shoqërisë tonë, këta që i shkruajnë këto komente, këto postime, këtë gjuhë denigruese. Patjetër, jemi ne. Faleminderit që ishe pjesë e televizionit të Ishte kënaqësi, shpresoj që kanë kontribuar për opinionin tuaj. Ju faleminderit për ftesën dhe ju përgëzoj për angazhimin e mëndutjeshme. Faleminderit Daniela. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.